إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Vazhdojmë me një shenjë tjetër shumë e rëndësi në leximin e Kur'anit. Kjo shenjë që po e shihni këtu të nderuam quhet tashdid ose shadda. Shadda në gjuhën arabe, domethënë shadda, domethënë me shtrëngu diçka. Tashdid, shtrëngim. Diçka që shtrëngim. Ndërsa domethënien që e ka, kjo është dyfishim i shkronjave, dyfishim i germave. Në gjuhën arabe, domethënë nuk i vendos dy shkronja të njëjta, një pas një. Ky shenjë do simbolizon përforcimin apo shtrëngimin e dy germave që bëhet vendoset një germ ama me këtë shenjë mbi të. Sigur këtu për shembull tash këtë shembull të po e marrmi. Wadda. Ky shembull këtu, domethënë wadda, tash e përmban një waw, një del me sukun edhe një del me fetha, ama për mos më shkruaj kështu, për mos më vështirësu, sepse në gjuhën arabe gjithmonë shikohet të lehtësohen gjërat. Atëherë e kanë bërë një del, ama ja kanë venduar mbi një shedde. Një shedde edhe një fetha. Wadda. Edhe shtrëngohet kjo germ këtu. Prandaj lexohet edhe wadda. Do thonë duhet patjetër të forcohet ajo shkronjë, të shtrëngohet. Edhe këtë në disa gjuhë tjera e kanë, si për shembull në gjuhën italiane, për shembull një emër që mund me cek, për shembull baggio, të me shtrëngu gjën. Baggio. Për shembull në gjuhën gjermane, për shembull në fjalë tjetër kommen, aty duhet me shtrëngu, ose Tannenbaum, dy nëja vendosen. Edhe këtu tash e kemi këtu, domethënë tashdidin që simbolizon përforcimin, dyfishimin e shkronjave që lexohet patjetër me shtrëngim, me përforcim. Dhe gjendet gjithmonë mbi shkronjë, mbi germ. Këtu tash ç'ish lexohet kjo? Messe. Tash mos e pas tashdidin, ç'e kishe lexu? Messe, apo. Amo tash me tashdid e ki këtu? Messe. Po. Këtu? Inne. Jo, kjo mbi. Enne. Këtu? Inne. Kjo? Gjelle. Kjo? Solle. Solle. Dalle, pra. Kjo? Selle. Kjo? Serra. Po, kjo? Merra. Po, kjo? Ferra. Mirë, kjo? Hesse. Kjo? Shedde. Kjo? Medde. Kjo? Senne. Kjo? Shikoj së nderuar edhe ju merrni pjesë në këto ushtrime, domethënë tash prit ky vëllau jon. Këto çu e lexon tash? Vonne. Ajde. Jo, ajde. Ku është ajde? Ku s'peshon? Ajde. Mos më shiheti kon. Adde, habib. Adde. Me ajnë. Adde. Po. Adde. Bravo. Shumë mirë. Allahu që përbleft. A kuptove mirë domethënë këtë shembull, a? Po. Nuk është i vështirë. Jo, thjesht është. Thjesht. Vetëm se këtë një farë treshje, apo shikoni në veç të nalt po duket. Me kthy tash unë qetë kështu drejt, është bëhet si tresh. Po. Tebbe. Këtu. Radde. Këtu. Inne. Mirë kjo. Enne. Inni. Po mirë. Kjo?
Inna. Inna, kjo. Innama. Innama. Edhe kur ta shtrëngoni te nuni dy herë do ta shtrëngoni dy si dy zgjatime mi bo. Innama. 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 Këto? Shtrëngoje. Innaha. Innaha. Po. Këto? Innana. Innana. Këto? Anna. Anna. Ajn mirë, me thonë me fëta. Po. Anna. 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 Minna. Minna. Amma. Amma. Kjo që shosh? Mimma. Mimma. Kjo? Walamma. Walamma. Kjo? Filamma. Ja. Kuptove vete. Falamma. Falamma. Kjo? Ayyuha. Ejuha. Ayyuha. Ejuha. Shtrëngoje. Ayyuha. Ejuha. Ayyuha. Qashtu jo ejuha. 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 Kjo? Thumma. Thumma. Po. Kjo? Kunna. Kunne. Kjo? Ka'anna. Ka'anna. Po. Këtu? Alla. Illa. Habe pse kjo? Illa. Po. Okej. Këtu? La'alla. 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 Këtu? Kalla. Kalla. Haqqun. 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 Kafi mirë shqiptoj qashtu. Po. Këtu? Rabbun. Rabbun. Po. Këtu? Maddun. Meddun. Këtu? Shaddun. Sheddun. Këtu? Sallun. Sellun. Po. Këtu? Bathun. Bethun. Po. Qashtu. Mirë këtu? Razaqun. Aja, këtë të shtitën e ki mirë që i gabove. Sepse Razaqun. këto e bojnë disa, do thonë, ka mundësi me bo këto. Këtë të shtitën këshire gjithmonë të ku është, të cila shkrojnë, të cila germë, të cilën germë është. Edhe që ato dush me shtrëngu, jo që të nëshrojnë për vas. Tu, razaqun, në mshem. Razaqun. Po. Razaqun. Razaqun. Pa. Të shtiti nuk ka mundësi asë njëherë me arë të shunja parë, fjallës. Po. Te germa parë nuk ka mundësi kur me arë. Po. Se që përdo me njësë tu e shtrengu germa, së mund të shme janë njësë. Apo tanë. Khallaqun. Edhe njëherë. Khallaqun. 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 Kjo? Ghaffarun. Ghaffarun. Kjo? Sattarun. Settarun. Sattarun. Kjo? Prit 2 sekonda. Shikues të ndëruar, cila shkronjë është kjo? Të secili shembull edhe ju duni, domethënë më një herë me mendu cili është. Ama tash po ju jap ju e hapësirë.
Kjo, mendoni mirë, cila shkronja është kjo, cila gjerma këtu, e keni këtu fethan, çka bëhet, në të pasajnë kjo shkronja me elif pas, të shdiden, fethan, nunën. Hajde, Esmerald. Mennanun. Mennanun, bravo. Këtu? Zurra'un. Bravo, zurra'un. Bravo. Tjetra. Zuwarun. Zuwarun. Bravo. Zuwarun. Kjo? Kuffarun. Kuffarun. Po, këto? Kuttabun. Kuttabun. Shumë mirë, bravo. Kjo? Khuddamun. Khuddamun. Bravo, Habib. Këtu? Allama. Shumë mirë që gabove. Shumë mirë që gabove. Se këto e bojmë me sigurët tjerë. Këtu mos me zgjatë, mos e s'koj elif mas. Vesh pa. Nuk është alleme. Allama. Po, alleme. Po. Alleme. E shtrengona më shpejtën e detë tjetër, se nuk ka zgjatim këtu. Allama. Alleme. Allama. علم الإنسان ما لم يعلم. كنت سورة جينية سوريا الناضجات سوريا العلق. العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. آيات الدبارة كان شباب پیغمبر صلى الله عليه وسلم. فدمته. كيو؟ بلغ. po ti me sukun e lexove. Belga e lexove. Apo, e lexove çto? Bellagha. Bellagha. Bravo, bellagha. Shumë mirë, kjo. Bravo Esmeralda. Allah është përbleft, shumë mirë i të vazhdo. Sabbaha. 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 Po. Këtu? Karrama. Karrama. Shumë mirë. Këtu? Sallama. Sallama. Po. Mirë, kjo. Qëre mirë, cila fjallë, cila shkronja, cila gjerma, cila të shenja, cila zanore. Qëre mirë. Yuallimu. Yuallimu. Mirë. Tash kjo? Yuballighu. Yuballighu. Mirë. Kjo? Yusabbihu. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سورة الجمعة. اوكي. يسبح. شفت po lexon fjalë prej Kuranit, apo kupton që janë Kur'an. Edhe ju shikues të nderuar, secili që po mund të më lexoj këto shembuj, do ka mundësi me lexuar Kur'an. Këtu? Yukarrima. Yukarri. شو اشكال؟ مو. يكرم. يكرم. يسلم. يسلم. كتو؟ جنة. جنة. مير. الله ينبوث بربنور جنة. آمين. كتو؟ Ladhatun. Nuk e shtrengove mirë, apo pas ç'është duhet. Shtrengoj më mirë. Ladhatun. Thështi. Ladhatun. 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 Po. Këtu? Jannatun.
Gjennatun. Këtu. Ledhatun. Ledhatun. Shumë mirë. Këtu. Niyatun. Niyatun. Bravo. Këtu. Ummatun. Jo. Pse e zgjatë tash? Pse bune me lidh zgjatës? Pse i bune dy zënë? Ummatun. Oje në gjatë ke po, tash mire bune, tash Ummatun. ummetun, ummeti, më fjalla ummet. Po. Ummetun. Ummatun. Elhamdulillah që jemi prej ummetit të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bashkësi ummet. Kjo? Sunnatun. Sunnetun. Sunnetun. Mirë, kjo? Shiddatun. Shiddetun. Kjo? Kullatun. Ja, Killatun. fa mirë që Qillatun. qilletun. Se kjo këtu nuk ka dëmme, nuk është ku, po është me kesra, është i. Po. Qilletun. Killatun. Më kafi mirë shqiptoj habib. Qillatun. Qilletun. Qillatun. Qilletun. Qillatun. Qa është me fyt. Edhe ju të ndëruar, kujdes të kafi. Shqiptone sa ma mirë. Kafin, khajen, gajn. Këtu janë shumë të rëndësishme. Sidomos këto shkronjët e forta që nuk i kemi në gjuhën shqipe, në mënyrë që të dale arabishtja sa më e bukur. Këtu? Illatun. Illetun. Illatun. Illetun. Illatun. Bravo. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Këto ishim pra disa shembuj me shenjën e të shtidit, përforcimit apo shtrëngimit që e shpjegum, ku janë dy shkronja të cilat, më thonë e para me sukun, e dyta me harake. Pa më parasysh a është fetha, a është kesra, a është dhamme. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح